Përshëndetje, sot jemi në episodin e 2 të podcast që Daran ka zgjedhur të zhvilloj, ku ka ftuar një vajzë e cila është Sharlin Zekaj. E falenderoj shumë që është pjesë e këtij podcasti dhe jo më kot e kam përzgjedhur këtë vajzë, sepse është një zë që përfaqëson ndjeshmërinë, forcën dhe bukurinë e një shpirti që po rritet në këtë botë shumë të zhurmshme. Është një vajzë e re e cila ka shumë mesazhe për të përcjellë që sot i mungon rinisë shqiptare. Por pse jo, të japim dhe një kontribut pozitiv për të motivuar ata të rinj të cilët ka nevojë të dëgjojnë këtë vajzë e cila është shumë e përgatitur, është shumë sociale dhe është një nga ato vajza që kontribon shumë në përpjekjet e saj pranë shkollës Luana Hajdaraga. Atëherë, Sharlin, unë të falenderoj që je pjesë e kësaj bisede dhe që je pjesë e këtij komuniteti dhe që ti kontribon me atë zënën tënde plot dritë. Shumë faleminderit për ftesën, jam shumë e gëzuar të jem këtu dhe shpresoj të dalë sa më mirë. Okej, jo, se vë në diskutim fare që ke për të dalë shumë mirë. Ne do të bëjmë disa pyetje të cilat do të jenë të sinqerta, të drejtë për drejta dhe aq sa të kemi mundësi pa gjykuar apo para gjykuar askënd. Po. Thjesht do të jemi në mendimin tonë të lirë për të folur në lidhje me disa vlera të cilat sot mungojnë. Kush është Sharlini në atë kur rri vetëm? Si e përkufizon ose e quan veten tënde me 3 fjalë apo si e mendon? Unë do të thoja që Sharlin është një vajzë që dëgjon shumë, por zgjedh të flasë më pak, e cila përpiqet të kuptojë rëndësinë e të tjerëve, dhe pse jo, preferencat e mia, kur jam e vetme zgjedh të lexoj libra dhe të mendoj për rutinën time të nesërme, bëj ato përgatitjet e mia kur jam e vetme, çfarë do bëj nesër, si do angazhohem nesër. Kjo është e gjitha rëndësia ime, domethënë, të cilën unë e shoh shumë të rëndësishme për veten time. Atëherë, jam e fat në fakt që dëgjoj një vajzë e cila thotë lexoj libra. Se mendoja me timen që libri nuk po ekziston më nga që rrjetet sociale kanë prevaluar dhe duke qenë se kanë prevaluar rrjetet sociale, normalisht ne i marrim me shkurtimet. Meqense kemi temën tek libri, cili është libri që ke lexuar së fundmi dhe të ka lënë diçka në mendjen tënde? Libri i fundit ka qenë Metamorfoza e Franz Kafkës. Kam ditur gjithmonë, kam pasur domethënë informacione për librin, por thjesht kur e lexova ndryshova pak atë perspektivin tim, ndryshova opinionin që kisha, sepse ishte një libër që kishte mesazhe shumë përcjellëse për të rinj sidomos. Po cili do të ishte mesazhi që ishte në këtë libër dhe do doje shumë që ta përcjellje sot? Unë do thoja që humbja nuk është trupi, por vetë kuptimi. Shumë e thellë në fakt. Goca. Si e ke kuptuar ti Sharlin këtë shprehje në atë tënde? Unë them që ka të bëjë gjithmonë me humbjen e ekzistencializmit, domethënë personi në fjalë, Gregor Samsa, humbi veten në radhë të parë. Humbi komplet sensin e botës, shumë brapa me mendimet e tij, nuk ishte informacion për botën e jashtme, ishte i izoluar gjithmonë dhe nuk ishte rëndësia tek trupi, rëndësia ishte vetë tek ai si person. Atëherë, në kuadër të kësaj që po flasim është kur u mbet një i ri apo një 15 vjeçare është komplet në adoleshencën e vet. Çfarë do t'i thoje që e ke kaluar këtë fazë? Do t'i thoja që mos të dorëzohet. Unë mendoj se çdo adoleshent e ka atë fazën e vet që ndihet i humbur dhe mendon se çdo gjë do t'i shkojë keq, por gjitha gjërat kalojnë. Dhe ardhmja po e pret dhe do ketë shumë gjëra të bukura për të. E qartë. Një ndër pikat kryesore ose një ndër problemet që hasim sot
është të pranuarit e vetes. Nëse e ke hasur me shoqet të tuat, shokët të tuajt, të pranosh veten ashtu si që je. Vajzat përgjithsisht sot po enden pas pamjes. Dhe kjo gjë, si mendon Sharlini, po i penalizon për të zhvilluar apo edhe pamja ka rëndësinë e vet? Unë mendoj se për te i pamjes, gjëja më e rëndësishme tek një vajzë është sjellja dhe karakteri, në të cilën futet dhe sidomos sinqeriteti, që është një nga karakteristikat më të forta të një vajze. Dhe mendoj se për këtë gjë duhet shihen vajzat e sotshme, për sjelljen e tyre, sepse fundja fundit pamja nuk ka rëndësi të madhe. Atëherë, këtu ndalojmë pak. Sjellja e një vajze ndikohet nga shoqëria apo është themeli i familjes? Unë mendoj se në kohët e sotshme është ndikimi nga shoqëria. Prevalon. Po. Është gjithmonë ajo pjesa e shoqërisë, mendoj unë, që ato përpiqen të përshtaten gjithmonë, edhe në një vend ku nuk kanë të bëjnë fare me njerëzit që rrethohen, por thjesht për të mos u ndjerë vetëm, ato përshtaten me ato preferencat e njerëzve të tjerë, gjë që nuk duhet të ndodhi në shoqërinë e sotshme. Ka ndodhur ndonjëherë që në grupin shoqëror diçka e pavërtet, grupi ka zgjedhur ta bëjë si të vërtet? Patjetër, mendoj se i ndodh gjithë kjo. Okej, dhe jam shumë e bidur që në fakt do ta them dhe si një rast që kisha një grup të rinj të cilët po mbronin me shumë argumenta diçka të pavërtet. E kisha kuptuar që ishte një gjë e pavërtetë dhe i thash okej, kauzën tuaj çojeni deri në fund. Por e pavërteta një ditë del. Dhe në momentin që do dali, nuk ka për t'ju besuar me njëri për kauzat dhe për këto që ju po ngrini. Por çfarë më ndodhi? Të rinjtë e mbyllën me aq atë, sepse e kuptuan mesazhin që diçka nuk shkonte dhe filluan të reflektonin më shpejt. Familjarët e tyre po mbronin atë të pavërtetën të fëmijëve. Sot, prindrit besojnë të fëmijët? Apo, pra, kush ju udhëheq? Udhëheq prindi fëmijën apo fëmija prindi? Në këndvështrimin tënd gjithmonë. Unë do mendoja se fëmija udhëheq prindin. Në këndvështrimin tim. Sot, okej. Është, domethënë, me raste të ndryshme gjithmonë. Është ajo pjesa e udhëzimit që gjitha biten që shiko pak se po i flet një fëmijë prindit vet dhe po i thot këtë. Është ajo, nga këndvështrimi im mua kështu më duket, kështu e kam gjykuar vet, po. Okej. Atëherë, si një vajzë pranë njësisë 12, pra pranë kësaj lagjeje të re me një komunitet heterogjen me kultura të ndryshme, ke hasur ndonjëherë problematika të cilat vijnë për shkak të kulturës? Problematika për shkak të kulturës? Në shoqëri, bëhet fjalë. Jo, them drejtën jo. Okej, pra përshtatja është pozitive. Po, përshtatja është pozitive, por dalim për të thënë që në shumicën e rasteve është pozitive, por janë dhe ato pjesë që negativiteti gjithmonë do qëndrojë aty, do jetë gjithmonë pjesë. Më pëlqen që je e ndërgjegjësuar për këtë pjesë. Jo se gjysma e punës është të pranosh të vërtetën. Në momentin që pranon të vërtetën, pra pranon që po ka negativitet, gjërat zgjidhen. Por ka shumë njerëz të cilët nuk e pranojnë të vërtetën te vetja apo te grupi që janë. Dhe kjo çfarë bën të çon grupin të dytë, të tretë e me radhë. Si një vajzë angazhuar në shumë grupe shoqërore, cili është ajo talenti jot, ajo dëshira jote? Si e mendon veten pas disa vitesh, si një maturante, ke bërë një zgjedhje për shkollën, pikësynimi jot, cili është? Zgjedhja për shkollën është që dua të vazhdoj drejtsinë për kriminologji, degën e kriminologjisë. Kam pas në fakt që e vogël këtë qefin e madh që
se edhe motra ime e kam mbaruar të njëjtën gjë dhe jam rrit me atë mentalitetin edhe që drejtësia është një pikë shumë e fortë që pse mos ta studiojmë të gjithë. Fundja fundit lidhet me çdo gjë të mundshme. Po, kjo është ajo që dua unë të arris. Që disa kohësh. po, shkollën, arsynimin. Për këtë pjesë. Okej, atëherë, meqense kam qenë pak e habitur, por kjo zgjedhja jote që do të vazhdosh për drejtësi e justifikon qetësinë tënde që gjërat i merr qet, që të zgjedhësh të studiosh për drejtësi apo të japësh të drejtë atyre, duhet të jesh shumë i qetë e ekuilibruar dhe jam i bindur që Sharlini këtë që ka për ta realizuar më së miri. Atëherë, do të fillojmë pak e do të mendojmë më gjerë që një shtet apo të funksionoj, apo dhe një shoqëri, ka disa sisteme të cilat janë shumë të rëndësishme. Si do ta vlerësonte Sharlini sistemin arsimor sot për sot? Çfarë note do t'i jepë? Nga 1 10. Po si të duash, je e lirë, jep argumenta si të duash ti. Okej, unë do thoja nga 1 te 10 sistemin arsimor do t'i jepja një 7. Mirë. Po, pse 7? Sepse unë mendoj se ka potencial shumë të madh si sistem, por gjithmonë mungon ajo pjesa ndjeshmërisë tek nxënësi. Domethënë fokusi i plot momentalisht është vetëm nota. Nuk ka, le të themi, mbështetje totale. Okej. Pra, nota është kthyer në një faktor kryesor. Po. Dhe duke qenë se kjo është kthyer në një faktor kryesor, ka humbur pjesa tjetër e ndjeshmërisë dhe mbështetjes sociale për fëmijë me kategorizime të ndryshme, se vim nga çështje të ndryshme dhe nga familje të ndryshme. Okej, mirë, me 7 mirë. Po, sistemin shëndetësor, si do ta vlerësoje? Janë gjëra që na prekin në të përditshme dhe një i ri duhet të ketë një gjykim mbi këto. E vërtet, unë do thoja sistemi shëndetësor një 6. E ulem pak më pas ke dorën e fortë. E pas ke dorën e fortë. Okej. Ke pas raste? Ndoshta të ka ndikuar nga ana familjare diçka në këtë pjesë? Jo. Si e gjykon këtë gjë? Unë mendoj për pjesën e prap do kthehem te prezion. Po aty do të jesh. Tema është si e mendojnë të rinjt aktualitetin, kështu që jemi okej. Do ta lidh dhe me inteligjencën artificiale. Inteligjenca artificiale është një faktor shumë i madh që po e përdor çdo kushdo. Dhe kjo është e gjitha që nxënësit nuk po marrin informacione nga njohuria e tyre vet, po i marrin të gjitha nga interneti. Dhe gjitha gjërat po i mësojnë vetëm mekanikisht. Pra nuk ka mendim kritik. Nuk ka mendim kritik. Okej. Dhe kjo gjë normalisht ata që do të dalin mjek pa mendim kritik dhe pa ju thelluar problematikës shëndetësore do të jetë penalitet shumë i madh. Shumë i madh. Për këtë e kam bërë. Okej, e kuptova. Atëherë, a mendon se media është informuese? A është efektive për të rinjt sot media? Rrjetet sociale, kur the media e kemi për të gjitha format e komunikimit. Po. Çfarë po i bën të rinjve media sot? Rrjetet sociale. Po i nxjerr nga bota reale, domethënë është thjesht është si një botë tjetër që një i ri zgjedh të kaloj gjysmën e kohës, mos të them 24 orë në rrjete sociale. Dhe ky është një problem shumë i madh, sepse nuk arrin të realizojnë gjërat në realitet, domethënë nuk po përputhen me realitetin e sotshëm. Thjesht çdo gjë që ata dinë është nga rrjeti social. Dhe ky është problem shumë i madh. Që mund të jetë disinformues. Po. Se para gjykimit në rrjetet sociale ne kemi si shqiptar që hajde tani ku të shajmë, ku të gjykojmë dikën. Kjo është shumë e keq. Nëse një i ri, një mikesha jote, një shoqja jote, apo edhe një familjarja, kushdo qoftë, të bënte një gabim, i cili pra të gabim do të dënohej. Po.
dhe duke qenë se do të dënohej, do t'i kalonte një farë kohe dhe do i kishte shtyrë dënimin. Po. Si do ta shikonte Sharlini? Do t'i jepte mundësi për t'u integruar në shoqëri apo do ta paragjykonte? Absolutisht jo paragjykim. Nuk më duket shumë gjë humane paragjykimi që të bëjmë të tjerët. Unë mendoj se çdo njeri ka mundësinë për një shans të dytë. Të dytë dhe të tretë. Të dytë dhe të tretë. Se varet si të vinë situatat e jetës. Po. Kështu që gjithmonë do kem atë paragjykimi nuk ekzistonte unë asnjëherë. Okej, atëherë dhe me zgjedhjen që ke bërë do bëhesh shumë e drejtë. Po sikur të bëja unë Sharlin një problem në të ardhmen dhe ti ishe gjykatësja e imja, të gjykoje çështjen time dhe unë do të kisha bërë një shkelje madhore, të cilën normalisht do të marr penalitetin. Si do të veproje? Do ndikoheshe nga miqësia? Jo. Drejtësia është drejtësi. Okej, atëherë pas unë uroj mos t'jem asnjëherë në ato kushte. Por mos t'jem asnjëherë në ato kushte se e mora përgjigjen. Se ne ku kemi pak miqësira, shqiptarët shpresojnë se me miqësi zgjidhen gjërat, e kupton? Po më pëlqen mendimi i juaj që është kaq i drejtë dhe kaq i sinqert. Si do ta vlerësoje drejtsinë aktuale? Drejtsinë aktuale. Sistemin e drejtësisë. Do ta ull të 2 nota tjera. 4. Do ta ngjelësh në pak se ne 4-ën e kemi. Okej, po pse është ky mendim, Sharlin? Sepse me sa po shohim, korrupsioni është ajo që po e mbyt drejtësinë. Shqiptare. Pikërisht shqiptare, domethënë në çdo gjë po bëhet me korrupsion. Çdo gjë. Nëse nuk ke një mik, nëse nuk ke një shok, nëse nuk investon, pikërisht po. Nëse nuk ke një mik, atëherë gjërat nuk do të shkojnë siç shkojnë diku që ka një mik. Do jenë shumë ndryshe. Pra nuk e për ta fituar asnjëherë të drejtën, edhe kur ke të drejtë, mendon. Shpresoj që të ndryshoj kjo pjesa e mendimit. Por do ta shohim me kalimin e viteve, po momentalisht jo, nuk. Dhe unë shpresoj shumë që të rinj si ju edhe të rinj të tjerë ta dëgjojnë këtë podcastin tonë dhe ta rregullojnë këtë gjë, sepse duke mos pas drejtësi, shikoj që rinia po largohet. Po. Të paktën e kam thënë edhe herë të tjera që rinia është e ardhmja dhe ata duhet të jetojnë. A është Shqipëria një vend i jetueshëm? Jo, nuk është një vend i jetueshëm, sepse bëhet shumë padrejtësi. Atë që sapo thamë. Po, dhe ekonomia është shumë e varfër, domethënë nuk ka mundësi jetese në Shqipëri momentalisht. Nuk ka hapësira. Jo, fare. Atëherë, a ka hapësira në lagjen tonë ku ju të argëtoheni? Jo. Asnjë mundësi. Okej, mund të ketë në lokale. Po. Që mund të shkosh? Po, patjetër, ajo është normale. Po ajo është biznes privat, po flasim hapësira publike. Jo. Nuk ka. Nuk ka hapësira publike. Çfarë do doje? Ta dëgjojnë ata që merren me lagjen, çfarë do të doje? Do doja që mos të ndërtonin kaq shumë pallate sa po ndërtohen. Okej, inshallah se janë dhënë lejet. Okej, tjetra. Çfarë do doje një gjë tjetër? Për rinin? Për rinin? Do doja që të ngrinin zërin e tyre sa më shumë, sepse unë mendoj nëse zëri dëgjohet, atëherë çdo gjë do funksionojë më mirë. Okej. Dhe ne për këtë qëllim jemi, që ta ngrejmë sa më shumë fuqishëm zërin e rinisë, në kuptim të dëgjojmë këto të vërteta dhe këto mendime, sepse duhet të reflektojmë për të ecur sa më shumë. Atëherë, për sa i përket pjesës tjetër, të cilët është edhe ajo pjesë shumë e rëndësishme, si e shikon sigurinë publike, policinë e shtetit, kontributin e tyre? Atëherë, për sigurinë publike, unë mendoj se është
është shumë mirë momentalisht. Domethënë thjesht ideja që të ndihmojnë, si për shembull policët në rrugë, në vizat e bardha, është kjo e gjitha, po momentalisht mendimi im është që ajo është gjëja më e saktë në drejtësi. Deri tani. Okej. Mirë, pas kemi anë pozitive, tani të kthehemi çik në anë pozitive. Okej, kultura dhe inovacioni. Kultura, familja shqiptare, vazhdon ta ketë më traditën? Absolutisht, po. Vazhdon ta ketë. Po. Origjina juaj? Tepelena. Okej, një tepelen se nuk mund të thosh të do ndryshe. Përveç se këtë absolutisht që po, është një gjë që është shumë e rëndësishme për ju dhe është e fortë kjo pjesë. Po. Për sa i përket zhvillimit teknologjik, do ta përqafoje apo do të distancohesh nga kjo gjë? Si e shikon? Zhvillimi teknologjik do të distancoja. Duhet marr masa. Gjykoj për këtë pjesë. Po. Okej, është shumë e rëndësishme kjo pjesë që të vendoset teksi. Do të thoja që çfarë do t'i thojësh vajzave të tjera të moshës tënde? Me çfarë të merresh? Librat. Librat do shkoj. Sepse mendoj se librat janë qetësi. Është thjesht ideja e njohurive që do marrësh nga librat, sepse po të krahasojmë çfarë po ndodh momentalisht me inteligjencën artificiale dhe librat, më shumë po përdoret inteligjenca artificiale. Librat në brezin e sotshëm nuk ekzistojnë aq shumë. Edhe pse 20% mund t'i lexoj, po ai 80% që është shumë i rëndësishëm. Mesazh shumë i rëndësishëm që duhet të shohin librat. Në qoftë se do të jepej mundësia në jetë dhe do të ishe ministre, deputete, nuk e di tjetës, prokurore, gjykatëse, sepse këto janë dëshirat e tua. Do të ishe në një pozicion vendimarrës. Çfarë të doje të ndryshoje? Ose sa shpejt, fillimisht ta nisim, sa shpejt do doje ta harrije këtë gjë? Do doje 25 vjeç të ishe në këto pozicione? 30, 35? 25 mendoja. Më duket sigurisht më mirë që në rini, sepse aty merr një ritëm më shumë. Dhe me kalimin e viteve përforcohesh. Po. Do doje të kishe një feedback pozitiv. Çfarë do të ndryshoje? Do të ndërtoje diçka? Çfarë do të bëje? Je gjykatëse aktualisht. Çfarë do të bëje? Po. Drejtësinë. Do ta kishe të fortë. Po. Do t'i vendosje peshorën, do ta mbaje në balancë. Po, çdo gjë do ishte e barabartë. Nuk ka. Edhe unë gjykoj që kur tash të na shohin të tjerë dhe do thonë bosa e drejtë, një drejtë, e di që se do njëri të drejtë sot? Të ka ndodhur në familje ose ke dëgjuar nga miqtë tu që sa më shumë i drejtë jesh, aq më shumë penalitete ke? Do t'i përballoje dot? Po. Do të merrje riskun përsipër? Po. Do merrja. Bravo. Në fakt, në këtë pjesën e kësaj është që mua më vjen aktualisht një shprehje. Në momentet e mia të vështira, por të vështira ku kisha vepruar për të qenë e drejtë në detaje, ka marrë penalitetet më të mëdha. Ka marrë diskriminimin, ka marrë ofendimin, ka marrë kosto, jo vetëm për vete, por edhe për familjen. Më thot një miku im që dëgjoj, duhet të ndryshosh strategji dhe rrugë. Po si mund ta bëj, sepse s'jam e vërtet për të ndryshuar strategji dhe rrugë. Ndrysho strategji dhe rrugë sepse ndryshe nuk ke të ardhmen. E di çfarë bëra? Nëse do që të ta them si eksperiencë është që u përpoqa të heshtja. Durova. E kisha të pamundur nga natyra që kam, e kisha të pamundur të duroja.
e kam natyrën që duhet ta them atë që mendoj dhe ta them në sy dhe aty e mbyll dhe nuk e diskutoj më. Durova dhe në fund fare erdhi momenti të vërtetës për t'u thënë pas disa vitesh. Përsëri e thash të vërtetën, përsëri u rikthye historia, mora prap kosto mbi super. Dhe në një moment të caktuar më thot i madh që po mirë më vajz, akoma nuk e ke ndryshuar rrugën? Jo çdo gjë është drejt e drejt. Po bëj sikur s'dëgjon, bëj sikur s'shikon, bëj sikur ti nuk je gjithçka zgjidhse dhe s'është në dorën tënde çdo gjë. Asnjëherë dhe do vazhdoj që të mos e përtyp këtë gjë. Dhe përgëzoj shumë dhe fjalën tënde që the që do të jem e drejtë dhe do marr penalitete. Nuk të gjen asgjë nga penalitetet. Thjesht të forcojnë sfidat në jetë. Sfida është forcë. Nëse ke pasur ndonjë dhimbje ose ndonjë siklet për këtë periudhë në familje, si kanë bërë Sharlinin të ndihet? Siklet? Jo, sepse unë në familjen time shkoj shumë mirë. Jo, një gjë të përgjithshme që ka ndikuar në gjithë familjen. Nuk e Okay. kemi në Po, pjesën okay. Sharlini në marrëdhënie Po. me prindërit, e kupton? Ka ndikuar pak keq, sepse nuk është se ka qenë diçka e mirë. E kemi humbur pak veten, por tani jemi pak më mirë. E keni përmirësuar. E kemi përmirësuar shumë, goxha. Çfarë do t'i thoshe mamit dhe babit një kritik kur të dëgjojnë? Mamit dhe babit një kritik. Mamit do të thoja që mos më le kaq shumë punë, punët i ke shumë të këqija, nuk më pëlqejnë punët i bëj orë sekond. Do të thënë ka atë që duhet i bëj punët me patjetër. Okej. Po babit? Sa babit notat i do shumë, ka shumë qef notat. Mos të fokusohet tek notat. Jo, mendoj se nuk është të thënë që një nxënës dali me 10 që gjithkohës, sepse i bie që nuk është njohuria e tyre. Okej, unë i përgëzoj ata që dalin me 10, pikërisht. por unë vetë kam qenë disa mesatare. Kështu që merja atë që meritoja dhe gjithkohës e kam pasur Po, pozitivitetin që t'isha edhe sociale dhe gjithanshme. Po motrës. motrës? Se motra është. Motra. Tani s'po më vjen për motrën. Një gjë që mund t'ja thuash motrës. Çfarë është për ty motra? Motra për mua është gjithçka në fakt. Okej. Ajo është gjithçka që unë kam. Unë nga ajo, do të thënë, kam marrë këto mendimet e mia, opinionet që kam momentalisht, sepse kam ndjekur gjithmonë rrugën e asaj dhe do vazhdoj ta ndjek. Siç ajo ka mbaruar drejtsinë, do ta mbaroj edhe unë drejtsinë. Okej. Motrat kemi gjanë motra, mos u mërzit se ju kemi prekur juve sot, por dije që ju kemi shumë gjanë. Dhe në të gjithë këtë bisedë kaq të sinqert dhe unë të falenderoj shumë që ishim bashk, ashtu siç bëra dhe që në fillim, dhe që Sharlini është një gocë me kaq shumë vlera. Faleminderit. Dhe pjesën e fundit ke 1 minutë kohë. Çfarë do t'i thuaje të rinjve? Këtu do ta mbyllim. Çfarë do t'i thoja unë të rinjve? Ke një mesazh për ndonjë shoqe të veçantë? Thuaja, ndonjë gjë që si të duash ti. Që mos të, do të thënë, të shohin gjithmonë lart. Gjithmonë lart. Mos të mendojnë kurrë për atë uljen. Gjithmonë ato të kenë atë mendimin pozitiv, sepse fundja fundit pozitiviteti është gjëja që mungon më shumë momentalisht tek njerëzit. Okej. Pozitiviteti, mendoj unë, është ajo që i bën njerëzit të shkojnë sa më lart. Atëherë jini të rinj, duhet të jeni pozitiv, thot Sharlini, rregullojeni këtë gjë se e ka të përjetuar. Faleminderit Sharlini. Faleminderit dhe ti.